Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Të dashur miqt e kanalit ton, jemi ritakuar sërish në mësimin e radhës. Sot, inshallah ta'ala, do të fokusohemi tek pozicioni në mes të fjalës të shkronjave të alfabetit të gjuhës arabe. Do t'ju kujtohet që mësimin e kaluar kemi mësuar pozicionin në fillim të fjalës të gjithë shkronjave, pra të alfabetit të gjuhës arabe. Dhe pa humbur kohë, fillojmë me elifin se si shkruhet, pra në mes të fjalës. Se e le, si që shihni, forma që shkruhet në mes të fjalës, pra me të kuqe, shkruhet në këtë formë, dhe kjo dallohet duke qenë se ka 3 shkronja, e mesit kjo këtu është pra me të kuqe, është elifi dhe shkruhet në këtë formë, se e le, e cila lidhet me sinin, por jo me lamin pra. Vazhdojmë më pas me hemzen. Si shkruhet hemzja në mes të fjalës? Shkruhet në këtë formë, si që e shihni, edhe pse këtu ne kemi një waw, por nëse hemze ndodhet sipër, ajo është thjesht hemze. Me kalimin e kohës, inshallah, ne do t'i mësojmë edhe më mirë pasi të përvetësojmë edhe zanoret e, i, u. Tu, minu. Vazhdojmë më pas me shkronjën ba. Shkruhet në këtë formë në mes të fjalës. Si që shikoni, është lidhur edhe nga e djatha edhe nga e majta dhe shkruhet në këtë formë në mes të fjalës. Abede. Shikoni me kujdes, kemi thënë pikat se ku ndodhen. Nëse ka një pik poshtë, është ba. Nëse ka një pik sipër, është nun. Vazhdojmë më pas me shkronjën ta, se si shkruhet ajo në mes të fjalës. Edhe pse këtu kemi më shumë se 3 pra fjalë, kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kjo shkruhet në këtë formë, nuk ka rëndësi se sa fjalë mund të ketë, do me thënë, se sa shkronja mund të ketë fjala, rëndësi ka që ju të bëni mirë dallimin se në çfarë pozicioni ndodhet konkretisht shkronja te. Dhe si që dallohet me të kuqe, ajo shkruhet në këtë formë dhe lidhet nga të dy anët. I'tadau. Vazhdojmë më pas me shkronjën tha dhe shkruhet në këtë formë në mes të fjalës. Mos harrojmë se ka 3 pika sipër dhe lidhet nga të dyja anët. Në rastin konkret, pra është lidhur me mimin dhe me lamin dhe lexohet methele. Vazhdojmë më pas me shkronjën gjim. Shkronja gjim shkruhet në këtë formë, pra me të kuqe si e shikoni, pra ndryshe nga haja që ka një pik dhe pikën e ka pra e ka poshtë. Ta'jaba. Edhe kjo fjalë që shihni ka më shumë se 3. Rëndësi ka që ju të dalloni pra këtu, që është me të kuqe, se si shkruhet, çfarë forme merr dhe si transformohet pra shkronja gjim, në rastin konkret, është me të kuqe. Vazhdojmë më pas me shkronjën kha. Fayakhruju. Dhe këtu kemi në mes të fjalës, e cila ka më shumë se 3 shkronja, dhe shkruhet në këtë formë, si që shikoni ju, pra dhe dallohet se është me të kuqe. Fayakhruju. Vazhdojmë me shkronjën dal. Me shkronjën dal. Do t'ju kujtohet mësimin e kaluar që shkronja dal, dhal, ra, zaj dhe waw nuk u lidhte me shkronjën që vite pas saj. Kurse ndryshe është kur ajo është në pozicionin në mes të fjalës. Në rastin konkret kemi adede. Pra është lidhur vetëm nga një anë, nuk është lidhur me shkronjën pra para
para saj. Ngjashëm janë edhe shkronja dhel, ra dhe zej, siç ne do ta shohim. Kedhalike. Pra dhel shkruhet në këtë formë, siç e dalloni ju me të kuqe. Vazhdojmë më pas që është e njëjta mënyrë e shkruarit, sepse janë të së njëjtës familje, dal, ra dhe ze, dhe shkruhen pothuajse njëjtë dhe lidhen ose nuk lidhen njëjtë sikurse pra dal edhe dhal. Farada. Shohim këtu shkronjën ra, e cila është lidhur vetëm me një anë dhe nuk lidhet dot me shkronjën para saj pra. Farada. Vazhdojmë me shkronjën zej, e cila është e të njëjtës familje, kemi thënë, nezele, shkruhet në këtë formë. Ju tërheq vëmendjen që t'jeni të kujdesshëm për sa i përket pikave, se sa pika ndodhin dhe në çfarë pozicioni, lart shkronjës apo poshtë shkronjës. Në rastin konkret, zej e ka pikën pra sipër shkronjës. Nezele shkruhet në këtë formë që ju e shihni me ngjyrë të kuqe. Për të vazhduar me një shkronjë tjetër, sin, që është shumë i thjeshtë sigurisht, fesejede. Këtu kjo fjalë ka më shumë se 3 shkronja, ka 4, por rëndësi ka që ju të arrini të dalloni në mes të fjalës se si shkruhet pra shkronja sin, shkruhet në formën që ju e shihni me të kuqe. Ngjashëm, përveç se ndryshojnë 3 pikat sipër, është shkronja sin, yesh'uru. Pra, e kemi theksuar edhe pak më parë që mos u fokusoni tek zanore se si unë e lexoj. Unë thjesht e lexoj që ta keni ju më të thjesht për ta njohur pozicionin e shkronjës që ndodhet në fillim, në mes apo në fund. Inshallah do vi koha që në mësimet e ardhshme do t'i mësojmë dhe do t'i lexojmë bashkarisht shumë edhe më mirë, edhe më saktë. Pra yesh'uru. Këtu kemi shkronjën shin, e cila ndodhet në pozicionin në mes të fjalës. Vazhdojmë me shkronjën tjetër, që është sad. Ky është pozicioni dhe forma se si shkruhet, pra në gjuhën arabe, sadi, nasafe. Ky këtu që shikoni ju pra me ngjyrë të kuqe, është sadi në pozicionin në mes të fjalës. Dhe në fjalën në rasti konkret ka vetëm 3 dhe është e dallueshme që ajo është e dyta pra në mes të fjalës. Më pas vazhdojmë me shkronjën ain. Nëse në fillim shkruhej në këtë formë, në mes ajo merr krejt ndryshe pozicion, edhe pse kjo fjala është me 3 pra shkronja, aini shkruhet në këtë formë. Keni kujdes, sepse si që shihni edhe ju, ajo është e mbushur, pra aini në mes të fjalës është i mbushur sipër, ndryshe do me thënë nga mini që do ta mësojmë pak më vonë. Pra, la'ina, aini shkruhet në këtë formë, si që shikoni edhe ju me ngjyrë të kuqe. Po të ngjashme, sepse është pjesë e të njëjtës familje, kemi thënë, e treshave, pra, shkruhet edhe gaini. Në këtë fjalë, faghafara, pra, ka 4 shkronja dhe e dyta është ajo në pozicionin në mes të fjalës. Faghafara, gaini shkruhet në këtë formë dhe kemi kujdes, mos harrojmë asnjëherë, pra pikat që ndodhen sipër apo poshtë shkronjës. Në rastin konkret, gaini ka pikën sipër, ndryshe nga aini. Pastaj vazhdojmë me shkronjën fa. Shkronja fa shkruhet në mes të fjalës në këtë formë dhe lidhet nga të 2 anët, siç e shikoni. Pra, lidhet nga të 2 anët. Kefara. E njëjta vlen edhe për shkronjën qaf, sepse janë pjesëtar të një familje, vetëm se ka 2 pika sipër, nuk do të harrojmë asnjëherë. Saqara. Pra qafi shkruhet në këtë formë, siç e shihni ju
me ngjyrë të kuqe në mes të fjalës dhe është e lidhur nga të dyja anët. Për të vazhduar, ndryshe thame nga shkronjat e tjera që nuk transformohen krejtësisht, kafi transformohej pra krejtësisht në fillim të fjalës. Pra, kafi shkruhej kështu kur ishte në pozicionin e vetme dhe në fillim të fjalës shkruhej kështu siç e shihni edhe me të kuqe dhe në mes të fjalës shkruhet në këtë formë dhe lidhet nga të dy anët pra. Për të vazhduar më pas me shkronjën lam. Lami në fillim të fjalës shkruhej në këtë formë, fabaraza, dhe në mes të fjalës, edhe pse fjala pra ka 3 shkronja dhe e dyta është ajo në mes, lami khala'a, pra lami në mes të fjalës. Vazhdojmë me shkronjën mim, do ju kujtoj që pak më parë fola në lidhje me shkronjën ajn dhe gajn. Pra ajni dhe gajni shkruhej njësoj, gajni kishte pikën sipër, por kur shkruhem në mes dhe do ta shohim dhe në fund të fjalës, ajo është e mbushur, ndërsa ndryshe nga mimi që ngjason pak, ajo nuk është e mbushur. Yatma'u. Pra siç e shikoni, kjo fjalë ka 4 shkronja. Ja, ta, mim, ajn. Dhe nuk është e dyta. Pra, që do të thotë, jo domosdoshmërisht, pra kur një fjalë ka më shumë se 3 shkronja, duhet të jetë patjetër fjala në pozicion në mes të fjalës, e dyta mund të jetë edhe e treta në rastin konkret, yatma'u. Pra mimi këtu, siç e shihni me të kuqe, është pozicionin në mes të fjalës. Për të vazhduar pastaj me shkronjën nun, që ngjason pra me ban, tan dhe than. Thjesht ajo ka një pikë sipër dhe jo një pikë poshtë, sikurse ishte pra shkronja ba. Mena, shkruhet nuni në këtë formë, një fjalë e cila ka vetëm pra 3 shkronja dhe shkruhet në këtë formë është shumë e thjeshtë. Për të vazhduar më pas me shkronjën waw, e cila shkruhej në fillim të fjalës në këtë formë dhe nuk lidhet pra me ndonjë shkronjë që vjen pas saj, dhe e njëjta gjë vlen edhe në pozicionin në mes dhe lidhet vetëm nga një anë, pra nuk lidhet me asnjë shkronjë që vjen para saj. Në rastin konkret tu kemi wawin në mes të fjalës dhe është një fjalë e cila ka vetëm 3 shkronja dhe me dalin ajo nuk lidhet. Audun, pra ngjashëm me shkronjën dal, dhal, ra, zaj, edhe wawi nuk lidhet nga të dy anët. Duhet ta mbajmë mirë përmendësh këtë. Vazhdojmë pastaj me shkronjën ha. Shkronja ha pëson një lloj transformimi në fakt, në të shkruar, siç e shikoni edhe ju, shkruhej në këtë formë në fillim të fjalës, halaka, dhe shkruhet në mes të fjalës në këtë formë. Fahama, një fjalë e cila ka 3 shkronja dhe në mes kemi në pozicionin në mes të fjalës pra shkronjën ha. Dhe e fundit, e cila ngjasohet me shkronjën ta, veçse pikat e saj i kishte pra poshtë shkronjës, khairun. Jëja këtu është në pozicionin me të kuqe, është në pozicionin në mes të fjalës. Pra kemi përfunduar kështu, të dashur ndjekës të kanalit ton, shkronjat në pozicionin vetëm, shkronjat në pozicionin në fillim të fjalës dhe shkronjat në pozicionin në mes të fjalës. Inshallah taala në mësimin e ardhshëm do të mësojmë pra shkronjat në pozicionin në fund të fjalës. Por unë theksoj se duhet patjetër që t'i mësojmë me shumë seriozitet pozicionet e shkronjave, sepse janë gjithçka. Pra ne mund ta mësojmë zanoren e, i, u apo rregullat e tajvidit më pas, pra shumë mirë, por nëse ne nuk i kemi përvetësuar mirë, pra shkronjat në pozicione të ndryshme, të vetme, në fillim, në mes dhe në fund të fjalës, ne nuk kemi bërë asgjë tjetër vetëm se kemi humbur kohë. Kështu që ju duhet patjetër që t'i shkruani në fletore dhe t'i lexoni
disa herë ato që t'i përvetësoni format e tyre, transformimet që posojnë ato në pozicione të ndryshme, që kemi marrë pra në fillim edhe në mes. Unë ju lë në amanetin e Zotit, deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.